Pavarësisht debateve, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arritën të gjejnë gjuhën e përbashkët për kërkesën e opozitës për mocion me debat për masat e marra nga qeveria për luftën me tolerancë zero ndaj krimit të organizuar. Kësaj, ky mocion do të mbahet seancën e 18 dhjetorit, ndonse nuk pati një dakordsi për rendin e ditës, pasi demokratët e kërkuan që të ishte pikë e parë. Nga ana tjetër, demokratët dhe socialistët nuk gjetën dakordsinë për kalendarin e punimeve të parlamentit për periudhën 1 dhjetor, 26 dhjetor 2025 dhe 1 dhjetor, 19 dhjetor 2025. Kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi theksoi se projektligjet e paketës fiskale nuk do të duhet të jenë në seancën e radhës, teksa paralajmëroi betejë në kushtetuese. Keni futur në kalendar 8 ligje të paketës fiskale. I keni futur për seancën e nesërme në shkelje të plotë të kushtetutës. Këto ligje u janë dhënë deputetëve në datën 14 nëntor dhe kërkoni t'i meratoni nesër. Kjo është e papranueshme dhe hedh në erë çdo procedurë parlamentare. Tu lini vetëm 24 orë kohë për të diskutuar 8 ligje. Mund ta bëni vetëm ju dhe nuk e di kryetar, kush ju shtyn ta bëni këtë. Po ju a them këtu se kjo çështje do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Po ashtu në mbledhje pas diskutimeve mes palëve, u miratua ngritja e nën komisionit për auditimin e sektorit publik pranë komisionit për ekonominë, punësimin dhe financat.